Nxënësit në shkolla zakonisht dhe me vazhdimsi kanë informata të ndryshme, të cilat informata a janë gjithmonë të sakta e të vërteta, jo. Prandaj ne në shkolla mundohemi maksimalisht që ata informatat a janë të besueshme ose nuk janë të besueshme. Në anë të informata, nxënësit nxjerrin përfundime, të cilat përfundime ndikojnë shumë në të menduarit kritik dhe zgjidhjen e problemit. Pikërisht, shoqëria e tanishme është një shoqëri që vazhdimisht ndodhin ndryshime, ndryshimet janë aq të shpeshta saqë edhe themi edhe ajo kultura, edukata qytetare është një ndikim shumë i madh për zhvillimin e shoqërisë. Pikërisht të menduarit kritik dhe zgjidhja e problemeve është një bazë për një shoqëri themi bashkëkohore, të cilët pretendojmë që të gjithë të jetë demokratike, sociale e kështu me radhë. Pikërisht për të patur suksese në vazhdimsi, nxënësve ne duhet patjetër të ju ligjërojmë dhe të mundësojmë të shprehin mendimin kritik të tyre. Mendimi kritik, edhe në tregun e punës, do t'ju mundësojnë nxënësve që në vazhdimsi të mundin të japin kontributin e tyre që të jenë më të gatshëm të zgjidhin problemet nga jeta reale. Çka mundëson kjo? Kjo mundëson që ata në situata të ndryshme, kur dihet se në vazhdimsi ndryshime shoqëria ka dhe nuk e din se çka i pret në të ardhmen. Pikërisht menduarit kritik dhe zgjidhja e problemeve do të jetë diçka që do t'i ndihmon edhe individit, personalitetit të një individit, por edhe shoqërisë për të bërë një shoqëri e cila do të jetë shumë e përgatitur për një ardhmëri të suksesshme.